Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Hoxhë nderuar, e kam kryer umrën, por vetëm në momentin kur e përfunduam umrën, na mësua ta shehnim Qabën. Më pas nuk lejonin hyrjen pa ihram dhe duhej të qëndrojmë në katët e sipërme, disi nuk kishte atë kënaqësinë e plotë të qëndrimit larg dhe pa e parë Qabën nga afër. Pyetja ime, a lejohet të vesh ihramin vetëm për të shikuar pranë Qabës dhe për të falur aty pa pasur qëllim kryerjen e umrës? Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtu ka më shumë se sa një çështje, cilat lidhen me njëna tjetrën. Sa i përket anës shariatike, nëse e kryen tavafin afër Qabës ose në katën e parë, dytën ose tretën, tavafi është i njëjtë. Thonë dispozita është e njëjtë. Po, kuka që me po Qabën më ngat, tash kjo është çështje tjetër. Vetëm si dispozit, nëse e kryen tavafin, në cilën do katë që e kryen është njëjtë. Çështja e dytë, kur autoritetet e bin një vendim, për shkak të kallabllokut, për shkak të mos funksionimit të duhur, po t'jenë autoritetet të legjitime shariatike, do të respektojnë këtë rregull. Thonë, si kur t'jenë të Umar Khatabi përgjithësi për Mekë e Medina, e thotë, shikoni vllazëni musliman dhe kushdo motra tjerë që bojnë umre, vetëm njëherë keni me hije me bo tavafin edhe mos s'keni me hije për qëtë umre, do të me respektuar që për thëtë khalifja. Pastaj, nëse ata janë tana që janë muslimanë, kanë dispozitat e tjera që s'ka nevojë për shpjegim këtë pikë. Por ne e shpjegojmë vetëm atë e cila është pjesë shariatike. Umra është e vlefshme, tavafi është i vlefshëm, cilën do pjesë që e bën. Po t'jenë autoritetet legjitime shariatike, duhet me respektuar urdhën ose vendimin e tyre. Nëse së respektuar urdhën e vendimin e tyre, nuk është që po kiameti, se kur gjë së do. Edhe më konë khalifja tamam që shduhet, ka pas njëri që më konë më nga Qabë, se ka vesh ihramin e ka bërë një thyrje të një vendimi për shkak të dobisë të përgjithshme që më konë ma letë kryerja e umrës, por nuk më kiameti, se ta që i pinë sahanat e tyre, e qesin gati se kufër ka bo njëri, po kur që mos ka bo jo, e ka vesh ihramin, ka shumë nga Qabë, se ka bo një tavaf, ka në hajtë, se po kiameti, e ka mështru mretin e në dishka, së është ashtu. Por, tavafi është në rregull, nësë më shkaktu kaos muslimanëve është mirë, se për në me më shkua ka 100 herë ato që ka shkua të nësë s'ka vena të esë për tavaf, nëse ka ndodhë kur që së bojqë. Wallahu a'lam.